Siç e paranova, tashmë do të nisim edhe me aktorët kryesorë të skuadrës kampione në Ligën e Parë dhe këtu afër meje kam ndoshta një nga më meritorët për një sukses të arritur nga klubi Prishtina Re, një inkuadrim në Super League që nga sinori jashtëm. Kam fjalën për trajnerin e kësaj skuadre, Elon Berisha. Trajner, fillimisht urime dhe shumë suksese tashmë në Super League që nga viti jashtëm. Faleminderit shumë. Normal që është ndjenjë dhe kënaqësi me udhëheq ekipin drejt Superligës. Si fillim, është viti i tretë që jam pjesë e ekipit edhe prej Ligës 2 e kemi nisë me synim për mu inkuadru në Superligë dhe ky projekt afatgjatëve që u realizu edhe jam shumë i lumtur që mrena afatit kohor të planifikimit këtij projektit e kemi realizu objektiven. Si ka shku ky stinor trajner? Ka pasur, në fakt ishte një epërsi pikësh ndaj kundërshtarit direkt që ishte Vushtreja, pastaj kjo epërsia u ngushtua, mirë po në fund ja dolet. Si e përshkruan ti gjithë këtë sinor me skuadrën Prishtinës në Ligën e Parë? Po gjithmonë objektiva kur synon inkuadrimin Super League është e vështirë dhe prej fillimit sezonit na jemi konë vendin e parë dhe me paraqitjen edhe performancën që kemi kallëzu kemi arritur të rezultate shumë pozitive. Është e vërtetë që kemi pas një distancë në fillimin e sezonit dytë, kemi pas një distancë pikëve, mirë po normal që edhe presioni edhe normal që gjithmonë futboll do të mi menaxhu situatat, nuk ka qenë rrugtim i lehtë, sepse normal ditën e fundit shihet që kupa i mbulon gjitha, mirë po rrugtimi nuk ka qenë i lehtë, kena pas situata të vështira që i kanë menaxhu komplet kryesia, na trajnerat e gjithashtu edhe lojtarët të cilët kanë qenë aktorë kryesorë në fushë. Edhe me të vërtet na jemi shumë falënderues edhe për këtë grup të lojtarëve të cilët vetë kanë thonë fjalën e fundit edhe e kanë arsyetuar besimin që klubi na e ka dhënë prej ditës parë. Ke pas një mungesë të madhe nëpër media tani, s'ke dalë fort në publik mu adresu për ndoshta problemet, sfidat, çka do që keni përjetu gjatë këtij stinorit. Padyshim festa po vazhdon, trajner ta janë lojtarë, ndoshta edhe më meritorët ata të këtij suksesi të arritur. Po, me thonë drejtën pyetjen që realizove për media, na jena fokusu në punën që na e bojna për ditë, edhe me të vërtet për me ardhë në fushë, me planin stërvitor nuk nevojitet veç 2 orë me realizu stërvitjen edhe me shku në shpe, mirë po na kena bo punë të vazhdueshme, kena bo planifikime të cilat kanë marrë kohë edhe me thonë drejtën edhe për arsyet moshës kena dosht me promovu trajner të ri edhe po shpresoj shumë që edhe kolegëve të mi të cilët jena eduku në Federatë Futbollit Kosovës mi u dhonë hapësira e njëjtë të cila është dhënë edhe mu. Faleminderit shumë trajner, suksese. Faleminderit shumë gjithashtu edhe ju.